Në fshatin Mërtish, njësia administrative Gradisht, bashkia Divjak, fermerët po përballen me sfida të mëdha në tregtimin e prodhimeve të tyre bujqësore. Në një fermë me 3 dynim sera, janë mbjellë 3 varietete domatesh, roz, e kuqe dhe domatja për treg të brendshëm, të cilat aktualisht janë në kulmin e prodhimit. Megjithatë, sipas fermerëve të zonës, domatet po shiten në tregun e shumicës me një çmim qesharak prej vetëm 50 lekësh të reja për kilogram, çmim ky që nuk mbulon as 50% të shpenzimeve të prodhimit. Ata theksojnë se për shkak të mungesës së fuqisë punëtore dhe kostove të larta, janë të detyruar të punojnë vetë në sera. Pagesa ditore për një punëtor në serat e zonës është rreth 20 deri në 25.000 lekë të vjetra për 8 orë punë, çka e bën të pamundur për fermerët të përballojnë edhe këtë kosto. Një tjetër problem shqetësues është mos interesimi i pikave grumbulluese, të cilat nuk marrin me prodhimet si më parë, duke bërë që shumë domate dhe speca të mbeten pa u tregtuar dhe të kalben në sera. Kamera e televizionit Apollon ishte në këtë zonë, ku shumë prej fermerëve shprehën shqetësimet e tyre, disa prej tyre jashtë kamerës, për shkak të frikës nga hakmarrja institucionale, veçanërisht në lidhje me përdorimin e pesticideve dhe kontrollin e dobët mbi farmacitë bujqësore. Në një kohë kur bujqësia duhet të jetë një nga shtyllat e ekonomisë, fermerët e ndershëm të Myzeqes ndihen të braktisur, duke parë se si djersa e tyre nuk shpërblehet dhe prodhimi mbetet pa treg. Situata kërkon ndërhyrje të shpejtë dhe të vendosur nga institucionet përkatëse për të mbrojtur një sektor që po rrezikon të shkatërrohet.